Përshëndetje të gjithëve, si fillim, shpresoj që të gjithë të keni dalë mirë në provime dhe shpresoj që ta keni kaluar me sa më pak stres këtë periudhë. E ftuara e sotme nuk i ka këto halle. Nuk ka pse të merret me provime dhe me orë të gjata të mësuarit. Ajo ka mbaruar epokën këtu e 10 vite më përpara dhe tashmë kthehet si një shefe ose si një kompetente në profesionin e saj. Ajo është Eugena Pepa. Vjen si shefe e departamentit të HR-it në Vodafone për një eksperiencë 10 vitesh atje dhe do ndaj sot me ne eksperiencën e saj që nga studente e deri në profesion. Përshëndetje Eugena. Përshëndetje Redi. Eugena, për ata që nuk të njohin, për te Eugenës si specialiste që kishte 10 vite te Vodafone, Eugenës që kishte mbaruar në epokë studimet, kush është Eugena në vërtet? Eugena është njëri shumë i thjeshtë, me shumë dashuri për jetën, por megjithatë për njerëzit edhe për familjen, me një pasion për të ecur, për të udhëtuar, si besoj shumica prej nesh, por megjithatë për të mësuar dhe për të rritur çdo ditë, sepse në botën që jetojmë sot, nëse nuk rritemi çdo ditë, ngelim në një vend dhe ndoshta jeta nuk është më aq e bukur. Patjetër, dhe pikërisht për pjesën e rritjes. Ku e kuptove gjatë periudhës që po rriteshe që dohet të merreshe me njerëz, dohet të merreshe me sisteme? Me thënë drejtën, eksperienca ka qenë shumë e bukur, sepse unë jam bashkuar kompanisë që punoj sot, kompanisë Vodafone, siç e the dhe ti, 10 vite më përpara. Isha një graduate, e por sa dal nga bankat e epokës dhe unë kisha mbaruar economics. Me jetën time unë do të vazhdoja financë kontabilitet, i kisha plane shumë të qarta në kokën time, por programi për të cilin unë u përzjodha ishte pikërisht një program për të zbuluar veten, një program që ti nuk duhet kishe asnjë njeri, por duhet vetëm të ishe vetvetja dhe të doje të mësoje. Në këtë program ne na u asanionin aso kohë projektet e caktuara dhe projekti i parë që më dha mua ishte process improvement. Aty unë duhet të shikoja procese, duhet të punoja me stakeholders të ndryshëm për të përmirësuar mënyra se si ne bashkëpunonim dhe kjo më bëri të kuptoj dashurinë që kam për të zgjidhur gjëra, për të kuptuar probleme dhe për t'i dhënë zgjidhje atyre. Më pas, ku eksperienca u bë shumë e bukur, ishte në momentin që projekti i dytë mua asanua në burime njerëzore. Kishte të bënte me datat, menaxheri aso kohë mundua të më binte që prap numbers do t'ishin aty sepse ishin gjithmonë në zemrën time dhe do t'ishin dhe te ky rol që do bëja, por t'i jepja vetes një shans për të zbuluar pak më shumë burimet njerëzore. Me thënë të drejtën, është dhurata më e bukur që më ka bërë, që ka insistuar në atë formë, sepse sot jam personi që jam dhe kam kuptuar vërtet që kam një pasion jo më vetëm për datat, për numrat edhe për atë matematikën që unë e kisha shumë qejf, por për njerëzit, për t'i kuptuar ato dhe për t'i ndihmuar sa më shumë me aq sa unë mundem në jetën time të përditshme. Prandaj vendosët që pas t'i kishin mbaruar 3 vjeçarin për ekonomik të vazhdojnë një master për business administration? Pikërisht për këtë. Në jetë unë kam patur gjithmonë një dilemë shumë të madhe. Familja ime ka biznesin e tyre personal dhe ëndra e babait tim ka qenë që unë të vazhdoja hapat që ai kishte nisur. Ëndra ime ishte unë të krijoja hapat e mi dhe i thoja gjithmonë, sa të fitoj 2 vite eksperiencë të Vodafone dhe do vi aty te puna jote, do punojmë bashkë dhe do ta drejtojmë të dy bashkë. Jeta kishte plane të tjera për mua, ato 2 vite u bën 10, por menaxhimi i biznesit më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe vërtet mendoj që ka qenë një vlerë e shtuar në mënyrën se si unë logjikoj, arsyetoj dhe marr vendimet sot si një punonjëse, por edhe si një menaxhere e skuadrës. Eugena, 10 vite janë shumë. Dhe kur të prezantova të thash që ke qenë ndër brezat e parë që ke ardhur në epokë. Si ka qenë epoka atëherë për ty? Çfarë vlerash ke marrë nga epoka, të cilat siç i them më vonë të kanë ndihmuar ndoshta në këtë rrugtimin tënd? Epoka jon ka qenë shumë e bukur. Jo se ka qenë e jona, por vërtet sepse ka qenë edhe shkolla vet në fillimet e saj. Mësuesit ishin shumë pasionantë, ne kishim një marrëdhënie të shkëlqyer me to. Zyra e karrierës ka patur një funksion shumë të rëndësishëm, zyra e marrëdhënieve ndërkombëtare kishte një vlerë shumë të madhe për ne dhe vërtet mendoj që kemi qenë një komunitet i vogël, por shumë i madh në dëshira, në ide, në pasione dhe në ëndra që ne të gjithë i kemi ndjekur së bashku. Dhe kur e mbaj mend atë epokën tonë, sapo ishin krijuar klubet, sapo ishin krijuar ato hakathonat që ne bënim, kishim ato aktivitetet tona të reja ekstrakurrikulare dhe mendoj që epoka jonë vuri bazat për epokën që është sot, një epokë shumë e madhe, shumë e bukur dhe ajo që ju po i merrni sot më të mirë. Padyshim shumë e vërtetë sepse ka pasur gjithmonë si universitet një reputacion shumë të fortë dhe normal që hallka kryesore e një universiteti ngelen studentët dhe of course dhe stafi pedagologjik.
Nëse do ishe Eugena atërshme në mundësitë e sotme, çfarë do bëje ndryshe? Si e shikon tashmë? Se vetë patëm i bisedim para se të fillonim podcastin dhe sa shumë kishte ndryshuar, ishte zgjeruar, departamentet e reja, më shumë staff. Mundësitë që ju veti përmendët, pra më përpara ato hakathonet e vogla, tashmë ka shumë hakathone si brenda epokës, po dhe jashtë epokës që studentët mund të marrin pjesë. Çfarë do bënte Eugena ndryshe? Ne vim nga një brez që mesatarja ishte shumë e rëndësishme aso kohë, sidomos për familjet shqiptare, duhet ishte më i miri, më i sakti, notat më të mira që prindrit të krenoheshin sa më shumë. Dhe kemi qenë shumë të orientuar drejt mësimeve, drejt projekteve vetëm kurikulare. Por çfarë do të bëja unë ndryshe sot, me të gjithë eksperiencë që kam fituar, do të ishim pa diskutim më shumë aktivitete ekstrakurikulare. Gjë që epoka e ofron sot nëpërmjet klubeve të ndryshme, por gjë që dhe Shqipëria ka filluar ta ofrojë gjithmonë më shumë nëpërmjet organizimeve nga më të ndryshmet që i ofrojnë sot studentëve. Dhe mendoj që një nga vlerat më të mëdha sot merret pikërisht nga aktivitetet ekstrakurikulare. Janë një plotësues shumë i mirë, por që japin studentit një view pak më realistike të tregut që ne synojmë të punësohemi sot. Dhe kjo është një nga ato pishmanet e mia që pavarësisht mesatares shumë të mirë dhe notave shumë të mira, do kisha dashur vërtet shumë të isha përballur me tregun disa vite më përpara. Këtë do të bëja ndryshe pa diskutim. Dhe mendoj që ndoshta edhe unë pas 10 vitesh kur të ketë akoma më shumë mundësi do e them të njëjtën gjë. Ti do të kesh bërë të gjitha aktivitetet ekstrakurrikulare, jam e sigurt. Padyshim, por e mira si thon nuk mbaron ndonjëherë. Ndoshta ky kontrasti midis studentëve atëherë e studentëve tani, si e shikon? Mos çfarë bënin më mirë juve atëherë që e shikon që brezi jon nuk e bën mirë dhe anas tjetër, çfarë diçka që ne e bëjmë shumë më mirë se. Shikon, në këtë podcast nuk dua të bëj asnjë armik, nuk dua të thotë që nuk e di ajo se po flet, po duhet të fubojmë nga pak dhe studentët që të ka një ndryshim shumë të madh në brezin ton me brezin që po rritet tani. Mendoj që çfarë diferencon brezin e dikurshëm, ndoshta edhe si pasojë e normave shumë të forta që jemi rritur aso kohe, mendoj që është pak sedra profesionale, mendoj që është një pasion, por edhe një sedër e dëshirës për të dalë i miri, për mos t'i lënë njerëzit në baltë, për të mësuar, deri diku dhe për të kënaqur të tjerët përpost vetes tonë. Brezi sot mendon pak më shumë për veten, që jo domosdoshmërisht është diçka e gabuar, sepse të mendosh për veten do të thotë të bësh disa zgjedhje më të lira, do të thotë të bësh zgjedhje më pak të kushtëzuara, por mbi të gjitha të rrezikosh më shumë. Dhe ndonjëherë risku i lartë shpërblehet goxha më shumë. Por rrugtimi është pak thik me dy presa në momentin që ti riskon, në momentin që ti do të provosh shumë eksperjenca, në momentin që ti do të ndryshosh rol çdo vit, të ndryshosh ambient pune çdo vit, krijon deri diku sa formon karakterin, por ndoshta mund të rrezikojë sepse krijon një situatë pak destabile profesionale. Dhe ne ndoshta kemi qenë ai brezi që ishim më konsistent. Ne donim të gjenim një vend, të ndiheshim mirë, të rriteshim tek ai vend, çka e vërtetonte 10 vjeçarin tim të eksperiencës. Por ne rritemi në një vend. Brezi juaj do të rritet në shumë vende, që është gjë shumë e bukur, por duhet të dish ta bësh me pak kujdes. Pak kujdes. Sepse normalisht punëdhënësi sot është pak skeptik, di shumë, njeh shumë dhe rrjedhimisht vlerëson po aq shumë. Komponentët janë shumë më të gjerë nga sa ishin në kohën tonë. Patjetër, duke qenë se dhe ritmi i informacionit është shumë herë më i madh tani, është e vërtetë që duket sikur pak brezi jon zhvillohet horizontalisht më shumë sa vertikalisht, pra të qëndrojë në atë të vetën dhe të rritet në detyrë. Si ka qenë për ty pjesa e punëve praktike? Domethënë hapat e parë që ke marrë atëherë në atë kohë, prezantimi, e ceke pak në fillim, por të futemi pak më thellë. Tani, punët praktike. Unë jam një njerëz që çdo një vit e gjysmë, 2 vite më është dhënë mundësia të mësoj diçka të re. Besoj që ka qenë vetë puna dhe vetë rezultatet e punës që kam bërë që ma kanë dhënë këtë mundësi. Deri diku ndoshta kam qenë pak e llastuar nëse themi nga jeta, sepse puna ime i ka treguar vetë frytet dhe nuk më është dashur të kërkoj përritjet që kam pasur në jetë, por i kam fituar ato si pasojë e rezultateve që puna ime ka dhënë. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Kjo praktik më ka ndihmuar të rritem vertikalisht siç e the ti, por duke i prekur të gjitha instancat që më bëjnë mua njeriu që jam sot dhe më japin një view 360 gradë të rolit që unë mbuloj sot. Dhe mendoj që kjo është pjesa më e rëndësishme e
kësaj lloj rritje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme në jetë, sepse unë nisa nga një analiste e thjesht, u bëra më pas reward, organization effectiveness, më pas mu dha mundësia të kryeja rolin e HR business partner, njërsi në Vodafone Albania, por dhe në tregun shqiptar, sepse sot shumë kompani nuk e praktikojnë këtë rol shumë të rëndësishëm, dhe më pas mu besua që atë rol që unë nisa në fillimet e mia që ishte HR operations, unë ta drejtoja në një skuadër sot të vogël, por nesër shumë të madhe me një potencial dhe një impakt shumë të madh në shoqëri dhe jo vetëm. Pra, mendoj që ky lloj rrugtimi ka patur vlerat e veta sepse ka qenë shumë i asociuar me durimin, me idenë që unë nuk po punoj për të arritur një pagë më të lartë apo një rrogë më të lartë, unë po punoj që të rritem vetë dhe kjo rritje më është përblyer pa diskutim në oportunitetet që mua më janë ofruar. Pa diskutim që dhe kompania që unë zgjodha të punoj, shumë e ngjashme me vlerat që epoka na ka mësuar të kërkojmë në treg, mendoj që ka vlerën e vet, sepse flasim për një treg që Vodafone bën diferencën, na pëlqen ose jo, dhe vërtet është një kënaqësi dhe një nder të jesh pjesë e një kompanie si puna e Vodafonit. Padyshim, dhe po flasim për një cikël siç përmendët dhe ju 360 gradë, domethënë nga në një departament që e fillove, tashmë në një pozitë më të lartë. Dhe padyshim që dhe Vodafone është një nga gjigantët më të mëdhenj të punëdhënies, por të zhvillimit qoftë teknologjik, qoftë edhe njerëzor dhe personal. Dhe përsëri, jo për të bërë thumbime ose ndaj studentëve dhe të rinjve, po pse dëgjohet akoma s'kemi mundësi, duke qenë se bëhen pafund panajire dhe pafund mundësi të reja dalin në treg, ndoshta nga një pikpamje e brendshme. A ka mundësi realisht të rinjt sot që të zhvillohen dhe të punësohen? Unë mendoj që kanë shumë mundësi dhe mendoj që çfarë punëdhënësit po kuptojnë sot është që konkurenca në treg është shumë e lartë dhe nëse më përpara ne kishim shumë studentë që kërkonin të punësoheshin, sot ka një konkurrencë shumë të madhe për të punësuar më të mirët, pra për të punësuar ato njerëz që në treg do të bëjnë diferencën në të ardhmen. Pse e them këtë? Pikërisht në këto panajire, të gjithë të studentë duhet të shkojnë me mendje të hapur. Unë e kam gjetur punën nga panajiri i karrierës i epokës. Pra, unë e kam takuar punëdhënësin tim të parë në një panajir si puna e këtij. Ishte një CV që unë përgatita, që më dha mua mundësinë të jem sot personi që jam. Dhe rrjedhimisht, nëse ne nuk besojmë në instanca të tilla apo në oportunitete që i ofrohen, jo vetëm në panajire, por praktika pune, hakathona, bootcampe, pra të gjitha këto gjëra që tregu ofron sot, ne duhet të jemi në një kërkim të vazhdueshëm. Pse? Sepse nuk i dihet asnjëherë kur ti takon punëdhënësin në jetës tënde ose kur ti zbulon rrugtimin që ti do të marrësh në jetë, sepse pa diskutim jo gjithmonë ne punojmë për të punësuar nga një punëdhënës, po punojmë dhe për të krijuar diçka tonën dhe për të patur një sukses sa më të mirë në treg. Dhe mendoj që ndoshta i neglizhojmë pak në përditshmërinë tonë këto gjëra. Mendojmë që nëse nuk është në LinkedIn apo nëse nuk është në Instagram, nuk na arrin, por duhet jemi edhe ne pak më shumë proaktiv, që t'i kërkojmë proaktivisht këto gjëra dhe nëse këto gjëra nuk ekzistojnë, pse jo le t'i krijojmë. Le t'i përdorim këto mundësi që ne kemi në për këto praktika pune, t'i japim dhe në shembuj këtyre punëdhënësve si mund të bëhen më të mirë apo si mund të bëjnë ato diferencën në këtë treg të punës që ne kemi sot. Jo, me në vërtetë është një mesazh shumë i fortë për të gjithë të rinj që ndoshta tashmë janë në pikë pyetje, ndoshta edhe nuk e vlerësojnë vetëm mjaftueshëm dhe mendojnë sigur nuk mund të japin ose ata që marrin në punë kanë shumë gjëra mbi ta dhe duhet patjetër që të pushojnë dhe të pranojnë. Është e vërtetë që të gjithë mësojmë nga njëri tjetri, si ai që është sipër, si ai që sapo ka ardhur në punë mund të marrin nga vlerat e njëri tjetrit dhe ajo është gjë më e rëndësishme në një ambient. Unë mendoj se ta zbulosh veten nuk është rrugtim shumë i thjeshtë, sepse ne e themi sot sikur është diçka që e themi si diçka filozofike, por nuk është. Janë të gjitha këto eksperienca që ne kalojmë, që na formojnë dhe na bëjnë njerëzit që jemi sot. Mund ta nisim dhe nga çfarë unë kam studiuar. Unë kam studiuar economics, me ëndrrën për të bërë politika ekonomike, për të punuar në institucione shtetërore apo ndërkombëtare, me ëndrrën për të patur një zyrë kontabiliteti nesër pas nesër. Dhe ja ku jam sot duke bërë burime njerëzore me pasionin më të madh në botë. Pra, ndonjëherë edhe vetë shkolla apo dega që ne ndjekim nuk na definon si njerëz, sepse rrugës, me të gjitha eksperiencat që ne kalojmë, kuptojmë që ndoshta pasioni jon flet diku tjetër. Dhe sot, për fatin ton të mirë, me aksesin shumë të madh që kemi në informacion, kjo është mundësia që na jepet që të rrezikojmë.
pse jo dhe të dështojmë her pas here, të ringrihemi dhe të bëhemi më të fortë. Por në momentin që do ta zbulojmë veten, aty kam besim të plot që do të jemi të gjithë të pandalshëm, sepse fiton ti besimin te vetja jote dhe nuk e kërkon më atë afirmimin nga personat e tjerë apo rrethi që ty të rrethon në përditshmërinë tënde. Ky besimi është fjalë që përdoret shumë shpesh. Dhe dua ta lidh pak dhe me eksperiencën tuaj që thatë që u futët për 2 vite, u futët për një eksperiencë dhe që tash vjen 10 vite dhe në vazhdim. A kishte momente që nuk e kishe këtë besimin? Momente që thoje, okay, nuk mundem më. Me thënë të drejtën kam patur sepse mendoj që edhe në jetë për ta fituar këtë besim, ndoshta edhe besimin që të tjerët të japim profesionalisht, por edhe personalisht të ndihmon shumë. Pra nëse ti e rrethon veten me menaxher që suportojnë rritjen tënde, nëse ti e rrethon veten me miq që duan gjithmonë më të mirën, automatikisht ti e ke këtë vibe-in, do me thënë është i pashmangshëm. Nëse ti pastaj e gjen veten në një ambient që ti nuk je komfort, në një ambient që të bën të dyshosh veten dhe aftësitë e tua, kjo është një thirrje që ti duhet ta lësh atë ambient. Jo sepse ti je i dobët apo ti ke frikë dhe nuk përballesh dot me këtë ambient, sepse ambientet të tilla shpesh të bëjnë dhe më të fortë, por nuk ka pse, sepse koha që ne kemi në dispozicion është aq e shkurtër, jeta që kemi është aq e bukur, sa ne nuk duhet t'ja japim vetes luksin të përjetojmë situata të tilla kur zgjedhjen e kemi vetë në dorë. Dhe për mua, synimi kryesor për ta fituar këtë besim është edhe ta rrethojmë veten tonë me njerëz që na japin këtë pozitivitet, si profesionalisht ashtu dhe personalisht. Këtu nuk e kam mami apo babi që thonë ti je më i miri, më i bukur, por pa diskutim me njerëz që ndajnë të njëjtat ambicie si ty. Dhe njerëz që kur ti ngjit një shkallë, lumturohen për ty njësoj si kur ato ta kenë ngjitur vetë. Dhe menaxher që kur ti rritesh apo kur ato t'i japin njohurit, nuk t'i japin me frikën që një ditë ti do të zësh vendin e tyre, por t'i japin me shpresën që ti një ditë do zësh vendin e tyre dhe do ta bësh këtë gjë akoma më mirë, akoma më bukur për të dhënë të njëjtin impakt që ato kanë patur te ty. Kjo është ajo që mendoj sot ta jep besimin për të vazhduar përpara dhe për të qenë shumë i suksesshëm në çdo hap të jetës. Kur po shikoja listën tuaj të karrierës, po shikoja që çdo si ishte vetë një vit e gjysmë nga një rol i ri. Nga process management analyst deri tek menaxhere për HR-in. Cilin nga tranzicioni ishte më i vështirë? Sepse unë shikoja dhe lexoja, thoja, okay, interesante, pastaj më sipër një pozicion më lart, okay, shtoheshin detyrat, pastaj shtoheshin detyrat, vetëm shtoheshin, cili ka qenë patjetër. Më i veçanti, po më i bukuri ka qenë kur ne krijuam rolin e HR business partner. Në Vodafone në grup, ky rol ekzistonte prej kohës, sepse normalisht ne dim që bota ka evoluar shumë, sidomos në aspektin e burimeve njerëzore. Sot në kompani rëndom ne shikojmë që burimet njerëzore kryesisht fokusohen nga ana administrative, më shumë se sa nga ana zhvilluese apo nga ana që si të ndihmojmë biznesin të arrijë ato objektivat e veta. Kur u krijua ky rol ishte shumë risi, sepse ne filluam të ndërtonim konceptin nga puna administrative, mirëmbajtja të dhënave, analizat, ishim një shërbyes për biznesin, ne u transformuam në një këshillues për biznesin. Dhe ti duhet të fitoje besimin e menaxherëve, besimin e drejtorëve që shikon, ne jemi këtu jo për të gjykuar, ne jemi këtu jo për të thënë si duhet i bërë gjërat sepse ne jemi burime njerëzore, por ne jemi këtu për të dëgjuar. Pra për të kuptuar kush janë sfidat e tua, për të kuptuar çfarë problematikash keni apo çfarë objektivash ju doni të arrini dhe për të parë pastaj si ne mund të vim në ndihmë për t'i vënë në jetë. Sepse Chelsea, për të arritur çdo biznes, objektivat e veta janë njerëzit, nuk janë sistemet, nuk janë fondet që ti ke. Nëse ti ke njerëz që punojnë me pasion, nëse ti ke njerëz që duan të rriten dhe të delivrojnë për ty, me ty, atëherë kjo gjë bëhet më e bukur. Por tranzicioni ishte shumë i vështirë. Ishte shumë i vështirë sepse tashmë ti duhet të shikohesh si partnerja e tyre dhe jo si personi që i shërben në momentet sporadike kur ato kanë nevoja të caktuara. Pra ti ishe një bashkëudhëtar me këto drejtore, me këto menaxher, me këto punonjës për ta bërë Vodafonin apo kompaninë një vend më të mirë për të punuar, po edhe për të realizuar këto objektiva që ato kishin. Dhe
Pse e them që ishte e vështirë? Ishte e vështirë sepse tregu shqiptar nuk e kishte këtë mindset. Nuk e konceptonte dot një HR që nuk e kishte frikë, nuk e konceptonte dot një burime njerëzore që i monitoronte çfarë bëjnë, si e bëjnë, për sa kohë e bëjnë, shkoj përtej kësaj. Dhe kjo për mua ka qenë një nga revolucionet më të bukura që më pas skuadrës që unë menaxhoj sot, që është menaxhimi i shërbimeve operacionale për burimet njerëzore, i dha mundësinë që të kishte kohë të digitalizohej, të automatizohej dhe të jepte më shumë hapësirë burimeve njerëzore për t'i shërbyer njerëzve sesa për të mirëmbajtur të dhëna apo sisteme apo gjëra të tilla. Dhe kjo është ajo gjëja që e shifti fokusin dhe ishte ajo piknisja që na e krijoi hapësirën për bërë gjitha këto zhvillimet e reja digjitale që ne kemi bërë dhe vërtet bëjnë diferencën në tregun shqiptar dhe jo vetëm. Eugenia, vetë tha që tregu shqiptar nuk ishte njohur ndonjëherë me një rol të tillë HR-i dhe normal që deri diku pak dhe setera profesionale shumë njerëzve që janë në role drejtuese nuk i lë ndonjëherë të pranojnë që të bashkëecin edhe të jenë korporues në këtë lloj situate. Si ja ke dalë me përgjegjësinë, me këtë feedbacku negativ, me këto përplasjet, me këto kokforcit që mund të kenë shprehur njerëzit e tjerë? Me thënë të drejtën, sot feedbacku është një nga temat më të vështira për të tekur. Ne flasim çdo ditë për feedbackun, se sa i mirë, se sa i bukur është, por nuk flasim asnjëherë se sa i vështirë është të marrësh, por ndonjëherë të japësh, sepse ne rezervohemi aq shumë për mos të lënduar ndjenjat e njerëzve, sa themi ok, dikush tjetër do t'ja thot, dikush që e ka më afër do t'i japi një feedback. Dhe unë besoj që feedbacku konstruktiv është ai që na mungon sot si shoqëri, sepse ne dim t'i japim feedback pozitiv, dim t'i japim feedback negativ ndonjëherë jo vetëm përballë, po edhe vërdall. Por feedbacku konstruktiv është shkollë më vete, është art më vete, që të dish, t'i thuash një personi si të përmirësohet, pa e lënduar apo pa e cënuar në vlerat që ky person përfaqëson. Kur roli u krijua së koha, unë nuk e kam pasur të lehtë, sepse edhe nga vetë kolegët e mi, i duke sikur po i merri puna, sikur i ikte rëndësia e rolit edhe ka një qasje mbrojtje normalisht, sepse instinkti unë i parë është të mbrohemi në momentin që ndiem sikur po na cënohet diçka personale. Por kur ti je në të drejtën tënde, kur ti beson që ajo gjëja që ti po bën ka një impakt, të jepet pak më shumë shpresë dhe të jep pak më shumë guxim edhe për t'i bërë ballë këtyre rezistencave. Kurse feedbacku pastaj është diçka tjetër. Kur dikush t'i jep një feedback konstruktiv, ti duhet marrësh pak kohë, sepse në momentin e parë instinkti jonë është të mbrohemi. Unë e bëra sepse mendova në këtë formë, dua ta kundërshtoj, se jo ti ma bëre, prandaj unë e bëra. Arti është të qetësohesh, mundësisht i thuash faleminderit, të marrësh kohën tënde për ta procesuar, pse ma tha, jo domosdoshmërisht do gjithkush që më jep një feedback konstruktiv të keqen time, mund të doj të mirën time, dhe ti thua bravo sa guximtar ose sa shumë më vlerësoj që mori kohën e vet, më jepte mua një feedback konstruktiv. Dhe po ta përpunosh me veten, se ndonjëherë ne jemi dhe pak egoist, pra nuk duam ta pranojmë në sy të njerëzve që shumë egoist. Po le të themi pak për mos i prishur balancat, por gjithmonë mendojmë si ma tha. Jo, thuaj faleminderit që ma the. Dhe unë kam marrë feedback konstruktiv në jetë që kam thënë faleminderit që ma keni thënë, sepse unë jam bërë një njeri më i mirë. Një nga problematikat e mia kryesore, do ta them sepse mendoj që mund t'i shërbej shumë personave, kur do të jesh më i miri në gjithçka, shpesh herë bësh më egoist se ç'duhet. Shpesh herë ke edhe probleme me besimin tek të tjerët, sepse thua atë që unë e bëj shumë mirë, nuk mund t'ja delegoj dikujt tjetër se ndoshta nuk e bën aq mirë sa mua. Kjo është një nga problematikat më të mëdha që ti të bësh një menaxher nesër, sepse do të jesh një mikromenaxher, do të jesh një menaxher që nëse punojësi jot nuk e delivron, ti do ta marrësh, do ja bësh dhe do t'i thuash urdhro sepse ti nuk do që skuadra jote të felli. Çfarë unë kam mësuar nga ky feedback konstruktiv është që ti nuk do të jesh kurrë një menaxher i mirë nëse nuk i beson njerëzve që vetë ke zgjedhur në timin tënd. Dhe duhet i lësh të fellin ato vetë, siç kam fellur dhe unë në kohën time kur kisha role që ato mbartin sot, që ato të rriten dhe të bëhen të zotët e vetes që nesër të vinë në këtë karrige që jam unë sot. Pra, nuk është një shkencë. E disa lidhet shumë me besimin, me delegimin, sepse ndryshe këto njerëz nuk rriten.
këto punonjës rriten të frustruar sepse thonë që e kam shumë të cunguar pamjen apo detyrat e përgjegjësitë që unë kam sot. Dhe ky ka qenë një feedback konstruktiv që mua më ka ndihmuar shumë, që sot besoj dhe shpresoj jam një menaxher që të paktën skuadra ime më do dhe më respekton. Pa diskutim që rritja nuk ka fund, zhvillimi nuk ka fund dhe përmirësimi nuk ka fund. Ne thjesht duhet ta pranojmë te vetja në radh parë që nuk jemi perfekt, nuk jemi më të mirët dhe ka gjithmonë hapësira që ne mund të bëjmë njerëz më të mirë për shoqërinë që kohabitojmë. Kjo është pak më sigurt. Po mos ndoshta po shohim pak një formë moderne të HR-it me gjithë këtë. Gjithmonë. Pra ka ndryshuar. Më përpara HR-i ka qenë më me rregulla, më strikt, sa tashmë po shohim këtë energjinë e re që po i lën njerëzve të kenë shumë hapësirë. Pra mos bëhet më mikro, të jetë në është e ardhmja. Është e ardhmja sepse sot edhe vetë ky brezi që ne po flasim, që po thumbojmë her pas here, nuk të lejon që ti të jesh një HR kontrollues. Nuk të bllokon. Pra, ndoshta deri diku, breza më përpara ne kemi qenë më të nënshtruar nga regjimet që kemi ardhur, nga familjet që kemi rritur, por brezi sot është luftëtar. Nuk pranon që ti thjesht ti thuash bëje këtë pas një arsyetim ose ti thuash bëje këtë se kështu them unë që ta bësh. Dhe ndoshta deri diku shoqëria e kërkon një HR më modern. Dhe pa diskutim që vlera një punëdhënësi rritet shumë më shumë kur ka një HR që fokusohet në zhvillimin e stafit, më shumë se sa fokusohet në atë administrimin e stafit. Dhe për mua, kjo nëse nuk është sot e ardhmja, do jetë pa diskutim e ardhmja e pashmangshme e çdo kompanie apo çdo organizate që do dojë të ketë sukses në tregun e punësimit. Kjo është pak për e sigurt. Padyshim dhe madje HR është nga ato departamente të cilat prek të gjitha të tjerat, pra është ndërlidhur me të gjitha, pra edhe ato që janë pjesë e teknologjisë, me administratën, përmes HR-it ndodh pjesa më e madhe. Ne kemi një shprehje është zemra e kompanisë. Po nuk punoj, domethënë është ajo zemra që lidhet me të gjitha organet, pompon gjakun, furnizon trupin, pra jemi ne që bëjnë këtë gjë shumë të bukur. Më bëri përshtypje një nga projektet që ju kishit marrë pjesë, ishte Vodafone për asistentin me inteligjencë artificiale Tobin, siç besoj të gjithë ata që kanë përdorur Vodafone-in ju ka rënë ndonjëherë në dorë të bisedojnë. Ndonjëherë dhe janë frustruar me Tobin, sepse normal si inteligjenca artificiale ka nevojë që të zhvillohet. Si ishte për ty kjo eksperiencë? Kjo gjë kaq e re, sepse nuk është jo vetëm në Shqipëri, por dhe globalisht nuk është aq e përhapur, pra është diçka komplet e re. Të flasësh me një robot të kthej përgjigje për problemet, nevojat që ke. Po. Tani, ju keni njohur Tobin që i shërben klientit. Ne sollim një Tobi ndryshe, ne sollim një Tobi që i shërben punonjësit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që tashmë punonjësit e burimeve njerëzore kanë më shumë kohë për të suportuar njerëzit në gjëra përtej administratives. Dhe ne krijuam këtë robotin pikërisht për ato politika, ato procedura, ato pyetje shumë të shpeshta. Ore, jam shtatzan, kush janë hapat që duhet të ndjek? Kjo i merr kohë një personi, një individi human për t'i dhënë sqarim. Një robot e bën lehtësisht nëse ti e feed me informacionin e duhur. Ne po jetojmë jetën sot shumë të lidhur ngushtë me ChatGPT-n dhe të gjithë shokët e ChatGPT-s. Më kupton? Është diçka integrale, po jo domosdoshmërisht negative, sepse ky lloj agenti, chati, Tobi, whatever you name it, whatever you are comfortable, çfarëdo që ti je rehat për të përdorur, ky agent është asistenti jot në përditshmëri. Pra është në funksionin tënd. Dhe duke patur një agent të dedikuar në funksionin tënd, siç e ardhmja dhe përditshmëria jonë është bërë sot, ti i jep më shumë kohë njerëzve të tjerë për të shërbyer ty më mirë, por në forma jo tradicionale. Më kupton? Pra duke ndërtuar Tobin, ti i thua personit, sepse personi thonte kam ndryshuar llogarinë bankare. Urdhëro të reja, të dhënat e reja, mi hidh në sistem. Kjo është një kohë, kjo i ha kohë kompanisë dhe personit që ka punësuar për diçka që punonjësi sot mund ta bëj vetë. Pra i thua Tobit, kam ndryshuar të dhënat e mia bankare. Më ndihmon që t'i updatoj këto në sistemin përkatës në mënyrë që paga të më kalojë te llogaria e duhur. Këtë që e bën agenti. Pra është diçka aq administrative që nëse ti e promptet e duhura, ai e bën. Dhe avash bëhet asistenti jot personal nëse ti e përdor në format e duhura. Dhe çfarë ndodh pastaj? Ne fokusohemi në zhvillim.
fokusohemi në kërkime më të mira, fokusohemi në prezencë më të madhe në publik dhe rrjedhimisht ti jep këtë qasjen moderne pastaj, në mënyrë se si njerëzit e shohin burimet njerëzore. Ta burimet njerëzore Përdorin teknologjinë për të rregulluar administratën që të përfitojnë më shumë kohë për veten e tyre, që të prodhojnë gjëra më inovative për tregun. Më bukur nuk thuhet. Pra është një zinxhir me hallkat e veta. Mirë po, padyshim që sidomos futja e teknologjisë, unë për vete me që kam edhe degën, e di që është shumë e vështirë, që t'ja mbushësh mendjen njerëzve gjatë qasjes së re. Aq më tepër, ndoshta lidhet pak edhe me pjesën e moshës, ndoshta punojësit që kanë qenë aty Mund të jenë pak më resistent, po. Prej më shumë vitesh mund të jenë pak që pse na duhet kjo, si ta përdorim me këtë. Përsëri të marrin ty në telefon që ta ndihmosh për atë dhe nuk është se ndoshta në momentet e parë nuk është se përfiton ai shumë kohë. Cilat kanë qenë këto sfidat? Dhe sfidë specifike. Nuk mund të them që ne kemi krekur këtë gjën plotësisht. Mund të them që është akoma një nga sfidat kryesore që ne hasim. Por punonësit është shumë e thjeshtë, sepse po marr një shembull. Nëse ti do të ndryshosh të dhënat bankare dhe nëse një punonjës i burimeve njerëzore është shumë i zënë ato ditë, mund të impaktojë dhe pagesën tënde muajin tjetër, ti si punonjës e shikon shumë më të thjeshtë që ta bësh vetë nëpërmjet agjentit këtë gjë, sepse do të mbarosh punë shpejt. Nuk do të rish ti bësh reminder, të lutem e bëre, sepse në fund të ditës është diçka që të impakton ty. Kjo është pikë e parë për punonjësit. Shumë më të hapur, shumë më pozitiv. Kur rezistimi vjen shumë më shumë, është tek menaxherët, sepse menaxherët duhet të drejtojnë skuadra, duhet të arrijnë objektiva dhe megjithatë i kërkohet të bëjnë dhe veprime në sistem për veten apo për punonjësit e tyre. Kjo është një qasje që ne e kuptojmë më së miri. Por çfarë duhet ne të ndryshojmë në mindset është që njësoj që është detyrë dhe përgjegjësi të rrisësh punonjësit, të arrish objektivat, është të mbash përgjegjësi administrative për skuadrën tënde. Dhe rrjedhimisht ne jemi munduar ta bëjmë në një formë që jemi përpjekur të kuptojnë vlerën e shtuar, sepse nëse unë duhet të hap një rol të ri në sistem, nëse reti mua më ikën nga puna dhe më duhet ta zëvendësoj, mua më duhet të rrit të pres që të hapet roli, duhet të rrit të pres që ky rol të aprovohet, të dali në sistem, ta punësoj, ndërkohë që unë deri në pjesën e hapjes dhe publikimit të pozicionit unë e menaxhoj vetë. Pra unë si menaxher nuk dua të jem më dependent drejt një strukture që ka shumë prioritete dhe ti je një menaxher, ato menaxhojnë 65 menaxher, më kupton? Pra ti merr ownershipin për mos të qenë më dependent. Dhe kjo është ajo karta që ne kemi përdorur, që na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për ta bërë këtë lloj diskutimi. Dhe padyshim që menaxherët kanë një rol shumë të vështirë si menaxherët si drejtuesit, sepse nuk është e thjeshtë të merresh dhe me njerëz, po dhe me detyra në ditën kohë. Dhe gjatë gjithë këtij podcasti ne kemi prekur pak të skillsetin menaxherial ose edhe pjesën e leadershipit, por që ta përmbledhim, ta përkufizojmë pak leadershipin. Si shef Eugene, një lider të mirë, pra ku bëhet diferenca midis një menaxheri të mirë dhe një lideri të mirë? Mendoj që kjo është një sfidë që unë e ceka dhe pak më përpara. Çfarë ndodh sot? Ndodh që ta marrim një paralelizim shumë të thjeshtë. Ti je sot një individual contributor në shumicën e jetës tënde, sepse ti punon shumë që nesër të arrish një rol menaxherial. Duke qenë një individual contributor, ti je mësuar të mbash nga fillimi deri në fund përgjegjësi për gjërat që ti delivron. Një ditë të bukur, ty si pasojë aftësive të tua, meritave të tua, arritjeve të tua, të japin një pozicion menaxherial. Në vetë strukturën humane, është shumë e vështirë që ti të ndryshosh nga dita në ditë dhe të bësh nga ky individual contributor me këtë përgjegjësinë shumë të madhe, me këtë frikën që nëse kjo gjë nuk bëhet mirë, përgjegjësia është e jotja, ti fillon të i beson një skuadre tashmë. Dhe ke një udhkryq. Udhkryqi është, a do të vazhdoj të jem unë një people leader, por prap një individual contributor sepse është shumë e rëndësishme për mua mos të fail, apo unë do të jem i përgatitur të kem 1 2 3 4 failures, që skuadra ime nesër të bëhet një individual contributor aq strong sa unë ta lid këtë skuadër. Pra, për mua, vendimi kryesor është a do të jesh një mikromenaxher apo do të jesh një makromenaxher. Dhe një makromenaxher vendos vetëm piketat, vendos objektivat. Nuk them që nuk punon, nuk them që e delegon të gjithë punën edhe vetëm rri dhe shikon dhe superion, sepse dhe kjo normalisht kalon në një stad, në një ekstrem komplet tjetër.
por një menaxher i mirë është aty prezent, është për të guidur, për të coachur. Ne në Vodafone kemi gjithmonë një diferencë shumë të madhe. Kemi mentorshipin, kemi dhe coaching. Dy diferencat kryesore këtu janë që një mentor të tregon si ta bësh gjën. Një coacher të bën pyetjet e duhura që ti të kuptosh vetë se si ta bësh atë gjë. Dhe kjo është dhe ndryshimi i menaxhimit të mirë dhe leadershipit të mirë. Ti duhet të dish ti bësh skuadrës tënde pyetjet e duhura që Redi në këtë rast ta kuptoj vetë dhe ta ketë gjetur vetë zgjidhjen. Por jo që Redi sa herë të ketë stak diku, do të shkojë tek menaxheri dhe menaxheri për efekt kohe, për efekt targeti, për lloj-lloj efekte, qoftë edhe për t'i dhënë drejtim Redit dhe për ta ndihmuar në mendjen e vet, thjesht e merr Redin dhe i thot, po ta bëhet kështu. Bëje kështu, ose më lër ta bëj unë se nuk kemi kohë edhe e mësojmë herën tjetër. Redi nuk do të rritet kështu. Në asnjë formë, Redi do të jetë personi që do të ketë gjithmonë një dependency shumë të madhe nga menaxheri vet i linjës. Dhe kjo është ajo që bën diferencën sot në leadership. Ti besosh skuadrës tënde, ti besosh që ato do të dështojnë dhe ti do t'i ndihmosh të ngrihen, pa i lënë ato të demoralizohen. Dhe besoj që ky është çelësi kryesor. Pak më shumë besim, pak më shumë delegim, por gjithmonë prezencë për t'i guidur, për t'i coachur dhe për t'i bërë ato të jenë më të mirët e vetes së tyre. Është një çik si mësuesi me nxënësin, kupton? Është pak a shumë e njëjta filozofi. Eugena, një këshill për të gjithë studentët, për të përmbyllur dhe këtë podcast. Cila do ishte një këshill që ti do jepsh si Eugena, qoftë si studente, qoftë si specialiste, qoftë Eugena në të ardhmen. Ndoshta një këshill që do ja thoje vetes kur ta shikosh pas 5 vitesh. Provoni sa më shumë, eksperimentoni sa më shumë, por mos jini të paduruar për të marrë atë rezultatin sa më shpejt, sepse durimi në jetën profesionale është ai që të shpërblen më shumë. Jeta e bukur nuk bëhet duke ndruar punonjës çdo vit, duke ndruar rol çdo vit, duke qenë të paduruar për të rritur qoftë horizontalisht, qoftë vertikalisht. Merrni kohën tuaj që atë gjë që ju besohet, t'ju jepet dhe ju ta bëni më së miri, të bëni ekspert në atë gjë që mësoni. Jo t'i lini piketat, si me thënë, një nga një të shpërndara, po të pavendosura në një vit të drejtë apo në atë rrugtimin që ne bëjmë. Por kur them eksperimentoni, është që sot tregu po ofron mundësi të pafundme. Po ofron eksperienca shkollore, po ofron eksperienca pune, të shkurtra, të gjata, po ofron bootcampe, hackathona, Erasmus si një mundësi e përkryer, pra mundohuni të pasuroni CV-n tuaj dhe rrjedhimisht dhe jetën tuaj me sa më shumë eksperienca që do t'ju rrisin, sado të shkurtra apo sado të gjata të jenë ato, por të shoqëruara me durim, sepse gjërat nuk vijnë kështu. Edhe jeta nuk vjen kështu dhe duke patur këtë lloj pritshmërish, gënjimi që të rinjt kanë sot është më i madh dhe fillojnë dhe frustrohen pak me tregun e punës apo me atë çka e ardhmja apo i ofron, pikërisht sepse nuk e kanë në momentin që ato e duan. Po t'i japim kohës, çdo gjë shkon pa diskutim në vendin e vet dhe askujt nuk i merret haku. Kjo është pak po e sigurt. Shumë faleminderit Eugena për eksperiencën. Dhe ashtu siç e tha Eugena, por e thot edhe populli, i duruari i fituari, durim, 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 pasi rruga e nesërme ndahet nga vendimi që merrni sot. Ky është Epokast, unë jam Redi Alidini dhe deri në episodin e radhës, shpresoj të jeni sa më mirë. Përshëndetje Eugena. Përshëndetje Redi. Eugena, për ata që nuk të njohin, pra jashtë asaj Eugenës si specialiste, si studente, kush është Eugena në të vërtetë? Eugena është njëri shumë i thjeshtë, me shumë dashuri për... Profesionisht se ishte një zhurmë karrike. Okej. Do dalim këtu ke bloopers dhe këtu karrike. Të përshëndetje edhe herë. Duhet për më vonë. Na tha. Përshëndetje Okej. Pa, ç'ke, mos, lër, filloj qeshu, pastaj spushoj. Okej, me falënderime dhe pastaj. Shumë faleminderit Eugena për eksperiencën.